Për shembull, sa ja vështirëson punën Google, doktor Google, që thotë doktor, vjen pacienti thotë se e lexova në Google se që kjo trubullësira që e kam, është që kjo, sa ja vështirëson juve? E ka dhe anën e mirë dhe anën e keqe. Anën e keqe dihet se merr informatat gabueshme, nuk din ku mu orientu. Mirë po me një anë nëse i ka marrë një pjesë të informatave dhe të vjen me informatat e ti, atëherë ti mundesh me pas edhe ma letë mandej me kanalizu ato informata, cilët nuk duhet me i marrë, cilët i ka marrë mirë edhe me i tregu që në këtë drejtim do të shkojmë. Mirë po, gjitha ato bëjmë pjesë në kuadër të edukimit pacientit. Qoftë ai ka lexuar diçka, qoftë edhe keq, qoftë ka marrë një spektër të informatave, por jo me mjeku vetën mandej me ato. Këtu është ajo çështja. Me ato informata le të shkojë te mjeku, mandej mjeku e kanalizon. Po nuk është keq pse ka marrë informata, le të merr, nuk ka problem. Po le të kanalizon. Mandej mjeku e orienton edhe se mund vin shumë, për shembull, ka disa simptome që janë paraqitje të mizave, që doken thjeshta ose nxica të dritës, mirë po kur lexon, aty din me e bo shumë të madhe. Ajo të lidhen me shkëputjet e retinës, me qarjet e retinës që janë të rrezikshme. Shumë serioze. Për shembull, aty e ka marrë informatën saktë. Mirë po mos me keq përdor.